ishte një nder I veçantë, një përgjegjësi e thellë që në vizitën time të parë si ministre për Europën dhe punët e jashtme këtu në Prishtinë bëj menjëherë pas formimit të qeverisë së re, të cilës I uroj shumë suksese në konsolidimin e institucioneve demokratike, në forcimin e shtetit të Kosovës dhe në mirëqënien e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Një vizitë që vjen menjëherë pas vizitës kryeministrit Rama dhe presidentit Begaj pas formimit të qeverisë së re, një shenjë e sigurt se për ne Kosova nuk është një zgjedhje protokolli, është një zgjedhje historie, është zgjedhje politike, është deklarim I qartë se ku qëndron prioriteti ynë kombëtar. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk është një kapitull I zakonshëm I diplomacisë, ju thatë, është vijimësi e një rrugtimi të përbashkët, të skalitur në sakrificë, në qëndres dhe në vendosmëri historike për përparim kombëtar. Viti 1999 ishte momenti kur bota pa drejtësitë, por pa edhe dinjitetin e një populli që kërkonte të jetonte I lirë. Viti 2008 ishte momenti kur Kosova e ktheu aspiratën në shtetësi dhe fitoi vendin e saj në hartën e botës. Viti 2026 duhet jetë momenti I konsolidimit të plot të subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe I mbylljes përfundimtare të çdo paqartësie historike për vendin e saj në Europë. Ne nuk po ndërtojmë një marrëdhënie nga e para, sigurisht, ne po forcojmë një bosht kombëtar, një aleancë të natyrshme mes dy shteteve sovrane, mes dy republikave motor, mes dy shteteve që kanë një marrëdhënie vllazërore me njëri tjetrin, që ndajnë histori, identitet, sakrificë dhe një vizion të përbashkët për të ardhmen. Të dy qeveritë tona prej kohësh kanë zgjedhur një politikbërje të bazuar te realiteti. Realiteti I një kohe, realiteti I një populli, realiteti I një shteti që ekziston, që funksionon dhe që nuk është objekt debati, por subjekt I të drejtës ndërkombëtare. Kosova është prioritet absolut I politikës të jashtme të Shqipërisë, por e lidhur shumë ngushtisht me gjitha zhvillimet e brendshme në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo nuk është retorik solidariteti dhe as formulë diplomatike, është orientim strategjik I qëndrueshëm shtetëror. Forcimi I subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është interes kombëtar I drejt për drejt I Shqipërisë, përveç se është dëshirë e jonë e zemrës. Çdo njohje e re, çdo antarësim I ri, çdo hap drejt konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës është investim në sigurinë, në dinjitetin, në stabilitetin e të gjithë hapësirës tonë shqiptare, por edhe të rajonit. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah, por dhe për përparimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shembulli I bashkëpunimit tonë për antarësimin në Këshillin e Evropës është një dëshmi e qartë se si mund të punojmë së bashku dhe me efikasitet. Dhe ai antarësim, siç e thamë në takim, duhet jo se po lypet prej nesh, por sepse meritohet nga shteti I Kosovës. Barazia ndërkombëtare e Kosovës nuk është çështje simpatie, është çështje drejtësie, është çështje respekti për realitetin politik të krijuar me sakrificë dhe me punë çdo ditë. Integrimi evropian I Kosovës është testi I koherencës së vetë Bashkimit Evropian me vlerat që ai përfaqëson. Kosova ka dëshmuar qartësi euroatlantike, përkushtim ndaj reformave dhe stabilitet institucional. Ky përkushtim duhet të përkthehet në vendime konkrete. Sigurisht heqja e masave shtrënguese ishte pa diskutim një domosdoshmëri dhe ne kemi bërë të qartë që masat shtrënguese kundër Kosovës ishin kundër produktive dhe besoj tani ka ardhur koha që ta themi me plot gojen që Kosova meriton statusin e vendit kandidat pa standarde dyfisha dhe pa pritje të pafundme. Një Europë që kërkon
besim nga rajoni duhet të tregoj besueshmëri në vendimarrjen e saj. Shqipëria është në rrugën e saj të negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian. Po ashtu e përmendët gjykimin që po mbahet në Hag, sipas vlerësimit vizita që i keni bërë ju së fundmi, po ashtu edhe kryeministri Rama. Po vlerësimin e juaj nëse doni me u përgjigj. A mund na tregoni përmend vazhdimisht dhe nëse jo, a e përkrani vjosa? A mund na tregoni procedurat që keni kryer?